Ndikimi i fesë tek femra nuk është se si të drejtën e saj. Unë flas të paktën për fenë islame të paktën, sepse për të tjerët flasin për fasues të tyre. Feja islame ka qenë feja që çliroi gruan nga problemi dhe nga cënimi i të gjithë të vendosave. Udhëzimi i njeriut është udhëzimi i njeriut dhe është ai fera bukur që ekziston në Shqipëri. Njeriu pa fe është si kali pa fe. Kështu që feja është udhëzimi, feja është udhëfresi njeriut në jetën e tij, edhe po të lihet njeriu për mendjen e vet, në jetën e vet, atëherë do të shumë gabime. Edhe ju të sjell një shembull shumë vulgar. Ne këtu kemi në qendrën e Tiranës. Edhe për arsye se këtu nuk ka semafor. Çdo mëngjes bëhet të rëmuja madhe, sepse lihen njerëzit për logjikën e tyre. Dikush do më futi parë, do më fut kundravajtje, dikush do më parakalu në mënyrë jo të rregullt, e kështu bëhet rëmuja. Kështu është njerëzimi. Por të lihet njerëzimi në mendjen e vet edhe në prodhimin e vet mendor, ndodhen këta kontradikta. Krijuesi i lartë, qoftë lartësor, Zoti jon Allahu që na krijoi neve, nuk na lani me shpirt fatet, ai na dha mendjen, na dha shpirtin dhe zemrën, na dha dhe fenë, së udhëzim në jetën tonë. Dhe i Zoti fjen që kjo është e lirshme, pavarësisht nga disa cënime herë pas hershme nga shtypi, nga ish komunistët, nga laikët që nuk duan Zotin që t'jetë prezent me disë nesh, në ndonë të gatinë dhe sot, po dhe Zoti, sot njerëzit janë të lirë, liria fetare është e garantuar në Konstitut, se cilë është e lirë sot, të besoj në çdo lloj fe që do ai, sepse çdo fe është qetësi për shpirtin dhe ilaç për problemet sociale që ne kemi sot. Atëherë unë nuk po të zgjas më tepër, dua edhe një herë të përshëndes forumin. Para së gjithë të falenderoj ju personazh të nderuar që keni ardhur sot, sepse me të vërtetë ndjeni se keni të drejta për të mbrojtur. Edhe uroj që forumi të vazhdojë edhe më tej, edhe unë nga ana ime sa të mirë mundësia do të jem edhe pjesëmarrës, do të jap kontributin tim sa të kem mundësi edhe sa të jem në Shqipëri. Ju falenderoj. Të familjes njerëzore është themeli i lirisë, drejtësisë, të paqes në botë. Duke patur parasysh se mos respektimi dhe përbuthja të drejtave të lirit ka quar drejt akteve barbare, të cilat kanë përullur ndërgjegjjen e njerëzimit. Të pasi krijimi i botës në të cilën njerëzit do të mësojnë lirinë e fjalës, të besimit dhe lirin nga frika dhe skamja, është proklamuar si dëshira më e lartë e çdo njeriu. Duke patur parasysh se është e nevojshme që të drejtat e njeriut të mbrohen në dispozita juridike, kështu që njeriu të mos jetë i shtrënguar që në pikën e fundit të përfishet kryerëpritjes kundër tiranisë dhe shtypjes. Duke patur parasysh se është e nevojshme që të nxitet zhvillimi i marrëdhënieve miqësore midis kombeve. Duke patur parasysh se popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut, në dinjitetin dhe vlerën e personit dhe barazinë mes burrave dhe grave, dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë. Duke patur parasysh se të gjitha shtetet anëtare u detyruan në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara të sigurojnë respektimin e përgjithshëm dhe zbatimin e të drejtat të njeriut dhe lirive themelore. Duke patur parasysh se kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij drejtimi, Asambleja Përgjithshme shpall Deklaratë Universale mbi të drejtat e njeriut si ideal të përgjithshëm të cilët duhet të arrijnë të gjithë popujt dhe kombet në mënyrë që çdo njeri në çdo organizatë shoqërore duke pas parasysh gjithmonë të përpiqet me anë të mësimit dhe edukimit në respektimin e drejtave dhe lirive me anë të masave progresive kombëtare dhe ndërkombëtare, të sigurojnë njohja dhe zbatimin e përgjithshëm midis popujve të veç shteteve anëtare ashtu edhe ndërmjet popujve të atyre territorëve që janë në administrimin e tyre. Atëherë të gjithë njerëzit linden të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe të drejta. Gjithkush ka të drejtën e sigurimit shoqëror dhe realizimit të drejtave ekonomike, sociale, kulturore, të domosdoshme për dinjitetin
falas të paktën në shkollat fillore. Arsimi fillor është i detyrueshëm, arsimi teknik profesional duhet të zgjerohet, arsimi i lartë duhet të bëhet i mundshëm të gjithëve në bazë të aftësive. Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit, kushtet të nështrohet vetëm atyre profesimeve të cilat janë parashikuar me ligj, me qëllim që të sigurohet njohja dhe respektimi i nevojshëm i të drejtave dhe të lirive, që të plotësohen kërkesat e drejtat e moralit, rendit publik dhe mirëqenies së përgjithshme në shoqërinë demokratike. Faleminderit. Etem Gjeladini, kryetari i Nderuar kryeси e punës kryetar. Sot jam i privilegjuar që jam në mesin tuaj, me që vjen nga një mes ku siç dihet se është para 70 viteve u çliruar të luftoj për të drejtat të cilat sot edhe forumi për të drejtat dhe liritë e njeriut mundohet dhe formohet ku të jo që të zbaton në praktikë. Të merresh me punë për të mbajtur të drejtat, për të mbrojtur të drejtat është punë e shenjtë. Por të zbatosh atë në praktikë është vështirë. Shiquar historikisht, gjithëherë njeriu u mundua të luftojë të padrejtën, por në vepër të gjithëve na është e njohur se drejta çdo herë cënohet nga natyrët e më të ndryshmeve, si ato në arsim, punësim, shkeljet e të drejtave kemi edhe nga aspekti individual dhe kolektiv, ku kemi vende dhe shtete ku njeriu i mohohet e drejta e gjuhës, pronës dhe e drejta e shprehjes së ligjit. Nga këto çeceka më lart, jam i bindur se edhe IGFM-ja u formuar tek ju dhe vende tjera si në Gjermani dhe 30 vende që u përmendën se është formuar dhe ekziston. Unë kam bindje se shoqatët nuk i zgjidhin problemet, por ato i identifikojnë dhe i sensibilizojnë. Kemi shembuj shumë në botë ku shoqatët i identifikojnë problemet, pastaj u bën zë i të padrejtave që bëhen dhe u intervenua nga shtetet dhe pse mos të themi edhe nga fuqitë e mëdha, siç kishim rastin në Lëçakun e Kosovës, ku pastaj në Kosovë u intervenuar edhe nga fuqitë e mëdha. Kam fjalën për masakrën që u bë në Lëçak në vrasjen e mbi 100 qytetarëve të pafajshëm. Të nderuar, nuk dua të përsëritem dhe shpreh mendimin tim. Ne si shoqata, apo lidhje, apo grupime tjera si do që të quhemi, jo qeveritare, jo profitabile, kemi një përgjegjësi. Për shembull po përmendi me që më parë dëgjova edhe nga Greqia që kishim emigrantin këtu, përfaqësues një shoqate. Sa di unë në Greqi ka mbi 40 shoqata të natyrave të ndryshme të shqiptarëve. Ku e ka më tepër ndoshta këtë grupime që merren me të drejtat e njeriut si ato të shprehjes së lirë, punës e pronës. Por ende asnjë nuk mori guximin të ha problemin e çamve që u larguan nga vendinja e tyre në mënyra më të represaleve të ndryshme që janë të njohura edhe më parë me drejtësinë që edhe gjeneratave të reja i përmendën. Jam i bindur se janë në mënyrë protokollare, nuk zgjedhin problemet asnjë. Jo që u përmend, nuk do të thotë se ne kemi problemet e zgjedhura sa i përket edhe të drejtave të njerëzit në troje tjera etnike, si në Kosovën lindore, kam fjalën për Peshmerë, Medved, Bjanoc, Maltëzi, Maqedoni. Por në këtë territori janë identifikuar problemet padrejtësitë që ju bëhen shqiptare, si në përdorimin e gjuhës, arsimin, kulturë e tjera. Jeni më të privilegjuar pasi keni shtetin dhe po ashtu në mënyrë institucionale të hapën të dyja, që jepet hapësirë nga se kjo është punë vullnetare e njerëzve me zemër të madhe dhe humaniste. Prandaj, IGFM-s i dëshiroj sukses dhe besoj se bashkëpunimi do ta ketë nga vetë të shoqata.
Shoqëria shqiptare, e cila është ende mjaft e prisht në rrugën e ekonomisë, në rrugën e konkurrencën e lirë, vetëm para të ndërtojnë të lidhë tjetër. Prandaj, dhe këtë bimë dhe kjo fjalë dhe kjo konferencë e mbledhur tendencat e konkurrenca e lirë. Jemi dëshmëtar mjaft fakteve që në vendin tonë firmat e krijuara kanë pasur probleme me krijimin e licencat, me një apati, me një shpyllim dhe një kohë e humbur e shorollatur, ku shteti këtu shikojmë që është bërë një në të cilën akoma ka diferencime, ka dhe probleme. Gjithashtu, edhe në stadium e zhvillimit të procedurave të vendosimit, akoma ka vënë që ne duhet të ndalim, ka vënë që ne ta ngrejmë zërin tonë ku konkurenca të jetë e lirë, të jetë transparente, të konkurrojnë në vlerë, në cilësi, kur puna të duket dhe të mos jetë një punë shkeleshkop për të gjitha problemet që fillon biznesi. Tjetër fenomenet të këtij karakteri me një emër kaq të madh. Më krijoni mundësi që në emër të ish invalidëve të pandjekëve të shoqatës t'ju uroj punë të mbarë dhe suksesin punë tuaj kaq festivale të përgjithshme. Shoqëria shqiptare ndodhet në depresion, ose asantoroç ndodhet e traumatizuar, si rezultat e një diktature totalitare 50 vjeçare e sistemit komunist, si edhe një periudhë të gjatë 18 vjeçare të tranzicionit. Përvojat ka treguar se organizatat e qeveritare kanë provuar hyrëshmërinë dhe vazhdueshmërinë jetësore, ku prishtësia dhe paqëndrueshmëria e strukturave qeveritare janë evidente e përjedhojnë mbështetja e shoqërisë civile dhe sektorit. Ne do angazhohemi në një bashkëpunim vendit për të kontribuar në çuarjen e vendit drejt integrimit. Ju falenderoj. Behar Sadiku, ambasadori i paqes për pasues i komunitetit ballkaniko-egjiptian, intervimi tyre në shoqërinë. Bismillah. Të nderuar pjesëmarrës, së pari do të doja të përshëndesja organizatorët e këtij aktiviteti shumë të rëndësishëm, i cili synon të japë zë problemeve akute me të cilat përballen çdo ditë si komuniteti ballkano-egjiptian ashtu dhe komunitetet e tjera. Përveç persekutimeve politike nga regjimi i kaluar komunist, ky komunitet është përballur në mënyrë jo humane edhe në veçimin social, i cili duhet thënë se ka ardhur si rezultat i politikave të mbrapshta. Por nëse përdej që kjo situatë të ndryshojë pas rënies së regjimit komunist, me keqardhje, vërehet se gjendja nuk ka ndryshuar as pak këto 18 vjet, për të mos thënë që është rënduar edhe më tej. Komuniteti ballkano-egjiptian akoma përballet edhe sot me mungesën e konsolidimin e vlerave kombëtare shqiptare. Është e papranueshme që sot, në vitin 2008, kur Shqipëria ka nënshtruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian, dokument në të cilin një vend të rëndësishëm zën dhe respektimi i komuniteteve, të mos ketë të dhëna të qarta për regjistrimin kombëtar të tyre. Në fjalën time, dua të nënvizoj 3 probleme më akute me të cilat përballet komuniteti ballkano-egjiptian i Shqipërisë. 1. Politika sociale në drejtim të integrimit të komuniteteve dhe në veçanti të komunitetit ballkano-egjiptian ekzistojnë vetëm në përletra. Vetme nuk mund të veprojë kundër mungesës së vullnetit. 2. Komuniteti ballkano-egjiptian nuk ka ende një status të përcaktuar. 3. Komuniteti ballkano-egjiptian
nuk ka një strategji kombëtare zhvillimi për zbutjen e varfërisë. Për këtë komunitet, arsimimin e tij, strehimin, punësimin, mbrojtjen dhe evakuimin e vlerave tona. 4. Aprobimin e ligjit antiracial për t'i dhënë fund një here për gjithmonë diskriminimit racial për shkak të ngjyrës në Shqipëri. Në gjykimin tonë, ka ardhur koha që zëri ynë të dëgjohet nga politikbërësit, nga shoqata dhe organizatat ndërkombëtare, si brenda dhe jashtë vendit, për të drejtat dhe liritë e njeriut. Jemi së bashku sot këtu, për të lidhur besën dhe për të besuar në ne të parë, se ne kemi shumë më tepër pika të përbashkëta për të qenë të bashkuar, se sa për të qenë të ndarë, për të besuar se nuk ka gjë më të shtrenjtë se jeta e qenies njerëzore. Për këtë, ne duhet të jemi gjithnjë të solidarizuar për të mbrojtur me çdo kusht, me të gjitha format demokratike që na i garanton dispozita kushtetuese dhe konventat europiane për të drejtat e njeriut. Kjo nisëm nuk vjen si një reaktiv idealist i momentit, por kjo lëvizje vjen natyrshëm, si një evokim i të drejtës së njeriut për të jetuar si barabart në komunitetin ku jeton për njerë, sepse dhe vetë Roma nuk ndërtua për një ditë, por ne jemi të vetëdijshëm se tani, sikur më parë shkoa që të kërkojmë të drejtat tona, të drejtat natyrale të patjetërsueshme, për të dhënë kontributin ton të barabartë në një shoqëri të barabartë. Në përfundim të fjalës, dua të shpreh falënderimet e komunitetit ballkano-egyptian për forumin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe të deklaroj se komuniteti ballkano-egyptian do të jetë prezent në strukturat e forumit, mbështetës dhe kontribues në konsolidimin e mëtejshëm të këtij forumi, të cilën e vlerësojmë si një institucion të rëndësishëm, të vetëm në Shqipëri që buron nga vullneti i lirë i njerëzve që janë në nivelet e mbijetesës për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Shqipëri. Faleminderit. Të gjithë, mesën e keni ardhur. Unë jam mësuesi i kryetarit të forumit, zotit Ramazan Dervishi, të cilën e kam mësuar në klasën e parë. Jam tepër krenar, tepër i gëzueshëm që zoti Ramazan me zyrësi natyrale arriti që të bëhet kryetari i forumit. Falenderoj pjesëmarrësit nga Marrëdhëneshi, ish kryetari i shoqatës Marrëdhëneshi, kryetarin e gazetës Marrëdhëneshi, zotit Haleti Demini, antarin e shoqatës Osman Bala. I premtoj zotit kryetar Ramazan Dervishi, do të jem aktiv gjithmonë i këtij forumi. Gëzuar të keni shëndet e paqja Ramazanit herë e më lart. Jo vetëm unë i gëzuar, gjithë Marrëdhëneshi mbështetes. Të nderuar drejtues, të nderuar pjesëmarrës në këtë forum. Kam ndjerin në cilësinë e kryetarit të shoqatës Amen, t'ju bie përshëndetjet e kryesisë të shoqatës për nderin që na bën për të marrë pjesë në këtë forum. I uroj këtij forumit të mbarë dhe një ecuri të mëtejshme në rrugën e një bashkëpunimi me të gjerë me të gjithë ata që kanë për objektiv të kontribuojnë dhe të ndihmojnë në plotësimin e misionit të këtij forumi. Marrë shkak t'ju bëj thirrje të gjithë atyre pjesëmarrësve që kanë aftësi të kontribuojnë në plotësimin e realizimit të misionit të këtij forumi.
desha të ju them, në shumë se gjysë ma këdi, jam kryetarja e Komitetit Terrenal të Prefekturës për Shoqatën e të Verbërve, Shpresa Katolike de Galeç. Zoti është ai që mina gjën këdo. Dhe uroj që në çdo hap të jetës tuaj, Jezusi të mbretërojë dhe t'ju prit. Prandaj, ju falenderoj përzemërsisht dhe do t'ju sugjeroja diçka shkurt. Në këtë kuvend e shoh të arsisht pasur vazën të shkëlqyeshme në këtë drejtim. E shoh të arsisht në të detyruar për sa i përket invalidëve. Njerëzit në arsësi të mësuar të mbrojmë të drejtat dhe lirit e tyre. Shpresoj të mendimet në të momentit sot dhe të Jezusit do ecin për tonë. Ju falenderoj. Dhe në mbështetje të çështës kombëtare. Forumin ndërkombëtar me vlera dhe kontribute, si në çështjen kombëtare edhe në çështjen e emigrantëve. Gjithashtu, zoti Jeter Buci me thënë të drejta, ne si forum mendua që t'i japim një dekorat, një vlerësim, një stimul, si thosh, të vogël nga vlerësimi që ndjap, sepse ky meriton gjëra më të mëdha. Përse meriton më shumë zoti Jeter Buci? Jeter Buci arriti që 17 ditë përpara se të shpallej pavarësia e Kosovës, në sheshin Omanja të Athinës të grumbulloi të gjithë emigrantët shqiptarë dhe të shpallë 17 ditë para se të shpallte Kosova. Tjetër që është më rëndësishme për mendimin tim, Jeter Buci çfarë bëri? Mori autobusin nga Athina, autobusin me targa greke, kishte sa të dush autobus shqiptar që mund të merrte. Po përse bëri të mori autobusin e Athinës, vajti dhe mori grupin e Labëris dhe uniformat e Labëris u prezantuan në pavarësinë e Kosovës. Pra, kjo një rëndësi tjetër të veçantë dhe akoma më të madhe se sa e shpalljes pavarësisë, që është shpalljes. Pse? Sepse kishte sa të dush, kishte sa dush Kosovë, po kush i shihte? Nuk i shihte kurses, na shef kush është nga Tirana, kush nga Durrësi, nga Vlora, nga Erseka, tu ka përfaqësues nga gjitha trevat e vendit. Por ai i mori grupin polifonik dhe ata u dukën atje me fjalë ranë në sy që shpallja pavarësisë Kosovës u bën në bashkëpunim nga të gjitha trevat shqiptare edhe nga Lebëria, ashtu si u bë edhe nga Isa Buletini me Bajram Culli. Pra, dhe në emër të kryesisë forumit, edhe tani do flas edhe në emrin tuaj, besoj që nuk do të jetë të gjithë do të jenë të kënaqur për këtë vlerësim që i bëjnë zoti Jeter Buci, sepse e meriton me motivacionin. Kthej pak tek. Një dekorat me Pa, Jeter Buci është prezentuar jo vetëm në qarqet greke, Jeter Buci është prezentuar jo në Athinë në qarqet greke, por edhe në qarqet ndërkombëtare, deri në Australi, në Australi gjithë globi toksor është prezentuar. Dorën. Jepi dorën. Më falni ta lexoj. Forumi ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit Shqipëri, IGFM, i jep zotit Jeter Buci laurimin me titullin e lartë Mirënjohje kombëtare për kontribut të shjuar në mbrojtje të drejtave dhe lirive të emigrantëve shqiptarë kudo në botë,
si dhe për kurajën dhe guximin civil që ndërmori duke u dhënë në krye të mitingut madhështor të shqiptarëve në sheshin Omania. Miting që i parapriu shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Forumi Ndërkombëtar për të Drejtat e Njerëzit në Shqipëri. Faleminderit. Hape, edhe dorë njëri tjetër, thati si... Bravo. Lumë. Të larë që nuk e di amerikësë, nuk e di shumë problem. Pasi janë kombëtare ato gjëra që mund të bëjë cili do shqiptarë ato që bëra unë, po e ndjeva në shpirë për të bërë këtë. Duhet falenderoj të gjithë juve, të gjithë stafin, dhe unë do t'jem ai që do të vejmë në dispozicion edhe jetën time, kam vënë si gjithmonë për emigracionin, me kanë që edhe jetën time në Greqi, me problemet e të emigrantëve, por do të vejmë përsëri dhe do t'jem bashkëpunëtor më i afërt i Forumit Ndërkombëtar dhe në mbrojtje të gjithë emigrantëve dhe të popullit shqiptar kudo që do të takojë. Dhe ju vëjtiri, bashkoni forumeve, bashkoni shoqatave, bashkoni organizatave, sepse këta sensibilizojnë çdo problem që kanë, sepse politika, çdo gjë, politika për veten e saj. Por bashkoni shoqatave, bashkoni organizatave, bashkoni forumit dhe bashkoni, se jemi së bashku në Amazon në Kryesin të Shkodrës, që Unioni Kombëtar i Migracionit Shqiptar, që është themeluar këtu, ka një themel në Shqipëri, në Maqedoni, jemi të bashkuar në Maqedoni, Malinezi, Kosovë, diasporë, edhe do të falenderoj zotrinë e Maqedonisë, se se mbaj me emrin, që ngriti problemin e qamërisë. Neve e kemi ngritur që shoqat pa marrësisht, sepse shoqatat janë apolitike shoqatat, dhe kësaj takon politikës, problemi qamërisë takon politikës, por si qytetarë neve e kemi ngritur, ku unë kam shkuar në përgatës dhe da, unë kam botuar në një libri bota emigrantit që kemi botuar, dhe në gazetën Zëri Emigrantit që kemi nxjerrë para 5 ditësh, neve e kemi ngritur në qamërisë, që i akuzohen ka qërqet greke, në muajin gusht, kanë dalë gazetat greke dhe më akuzohen si një njeri që nxis luftë nxis të vetan për problemet e qamërisë. Kanë dalë dhe gazetat greke. Dhe falenderoj shumë që keni problem qamërisë, por ne si shoqata nuk na takon që të ngrejmë shumë të probleme. Si qytetarë shqiptarë na takon të gjithë. Dhe duhemi ta ngrejmë. Ju faleminderit shumë për ditën që morë të formullë të mësojë ka. Do të jenë bashkëpunëtor dhe do të jenë për çështje kombëtare do të jenë në vdekje familjarisht. Forumin do ta drejtojmë gjithë së bashku. Faleminderit.